Pas 14 vitësh sukses në tregun e Vlorës, kompania Salvadore ka hedhur një tjetër hap të rëndësishëm në zhvillimin e saj, duke inauguruar filialin e ri, Salvadore 2, në një nga zonat më atraktive të qytetit. Ambienti i ri ndodhet përballë detit në zonën e Skelës, në hyrje të Lungomares, përgjatë rrugës Çamëria. Salvadore 2 Fish Place u hap mes një ceremonie festive, ku morën pjesë shumë të ftuar, personalitete të njohura të qytetit, përfaqësues të biznesit, si dhe turistë shtetasu huaj. Të pranishmit shijuan një mbrëmje të veçantë, të shoqëruar nga atmosfera magjike e Bregdetit, pamje spektakolare të detit dhe gatime me peshk të freskët, që prej vitesh kanë kthyer Salvadore në një nga emrat më të njohur të gastronomisë vlonjate. Administratori i kompanisë Melsi Mustafaj e cilësoi hapjen e filialit të dytë si një moment të rëndësishëm për biznesin familjar, i cili e ka nisur aktivitetin fillimisht si dyqan peshku dhe më pas është ndruar në një restorant të suksesshëm. Sipas tij, Salvadore 2 vjen si një koncept i ri, i fokusuar tek fast foodi, produkteve të detit dhe gatimet tradicionale me bazë peshkun e freskët. Falenderoj të gjithë pjesëmarrësit në këtë ditë të shënuar për kompaninë time të dytë, një degë Salvadore SHPK që është hapur në 2012 në sajt të suksesit të çdo personi që ka punuar për të kompani. Falenderoj gjithashtu të gjithë të ftuarit për respektin dhe ja është përblefsha në të mira, veçanërisht punëtorët e mi, si të ata që kanë kohë të gjatë dhe ata që kanë kohë të shkurtër, se pa ata nuk do të isha ku do jem sot. Salvadore 2 do të jetë një fast food peshku me gjëra tradicionale, veçanërisht të detit, do t'i shërbej komunitetit ton, klientelës time që ka vite që e falenderoj shumë për shërbimin dhe për respektin që më ka kushtuar gjithë këto vite. Edhe njëherë falenderi shumë të gjithëve, edhe familjarëve të mi që marrin pjesë sot, miqve të mi, bashkëshortes time në këtë rrugtim Aurorës, Brunën, Mateon, të gjithë që kanë punuar për mua edhe që vazhdojnë të punojnë. Falenderi shumë dhe le të filloj kjo ditë e shënuar ta shijojmë së bashku të gjithë. Shumë faleminderit të gjithëve. Në ceremoninë e inaugurimit ishte i pranishëm dhe i ftuar i veçantë edhe biznesmeni i njohur vlonjat dhe presidenti i klubit të futbollit flamurtari Sinan Idrizi. Ai vlerësoi investimin si një shembull pozitiv të sipërmarrësve që zgjedhin të investojnë në qytetin e tyre, duke kontribuar në zhvillimin ekonomik dhe turistik të Vlorës. Një gjë ndryshe që e bën gjithmonë Melsi ndryshe, edhe këtë herë jam i sigurt që do të jetë një gjë komplet e një lloj të veçantë, një kulturë tjetër e lloj të veçantë, pra një kulturë një hamburgeri ose një fast foodi me prodhime të detit që është një risi e veçantë. Ju uroj suksese sepse është një nga investitorët që ka lënë Amerikën dhe ka ardhur në Shqipëri për të investuar dhe është një shembull Kanadan. Edhe në Amerikë që mos tregojmë gjitha, pra është një shembull i investim atyre që investojnë në vendin e tyre. Ka për të shkuar mbar sepse është në DNA-n e tij puna. Urime tash. Faleminderit. Urime gëzuar. Shumë faleminderit. Vlerësime për iniciativën shprehen edhe shumë prej të ftuarve, shqiptar dhe të huaj, mes tyre një numër i konsiderueshëm qytetarësh italian, të cilët prej kohësh janë klient besnik të markës Salvadore. Ata e konsideruan hapjen e ambientit të ri si një shtesë të rëndësishme për ofertën gastronomike të qytetit. Ne urojmë Salvatore për këtë Salvatore Fish 2, i vetë si mbarësisë dhe është një djalë i mrekullueshëm dhe e meriton. Faleminderit. Vete, sukses edhe i vafë të mbarë, është një risi e re për tregun. Uroj Melsit suksese në këtë rrugtim të ri që ka nisur, edhe inshallah sa më mbarë, ketë sa më shumë klient gjatë gjithë vitit. Urojmë suksese Salvadore 2-shit, ka kaq kohë në biznes dhe për tregtin që bën ka një merit të veçantë për ne si vlonjate dhe si çam, si patriot që jemi. Gli urojmë success Salvatore 2. Siamo l'azienda più importante nel campo dell'arredamento e abbiamo fatto questo lavoro tutto per il nostro amico Salvatore. Gli uroj Salvatore 2 sukseset më teshme. Po di një rejësi të redë në qytetin për to pas foderin e peshkut. I urojmë sukses e amiku ton për të iniciativë të madhe, sukses e të mëtejshme. Ai gëzuar, sukses e Melsi. Sukses e Melsi.
Hajde mbarë, merci, t'i vej mbarë. Të shishme të tëra, shumë të mira. I nevojit e Vlorës? Po pa tjetër këtu mungon të restoranti Peshkut. Krenaria jonë. Të gjithë duhet të investojnë në Shqipëri, mos ikin jashtë shtetit. Auguri, salve. Io sono italiano, favoloso qui. Sono piatti proprio Piace Madonna. bellissimi. Madonna, mirë, shumë mirë. Shumë mirë. Administratori Melsi Mustafaj theksoi se Salvadore 2 do të ofrojë një gamë të gjerë produkte zhdeti, duke nisur nga sanduiçet me prodhime të freskëta të peshkut e deri te gatimet tradicionale të kuzhinës bregdetare. Ai shtoi se synimi kryesor mbetet ofrimi i cilësisë së lartë, çmimeve të arsyeshme dhe shërbimit modern, përfshi edhe porosit për t'u marrë me vete apo për t'u dërguar në shtëpi. Po flas çik për Salvadore 2, funksionimin dhe operimin e tij është në më shumë në gjëra të veçanta që me produktet e detit, duke i shërbyer të gjithë klientëve me për kushtëri dhe me për pushkimi më të madh. Do kemi gjëra shumë të veçanta që ne nuk i kemi patur në qytetin e Vlorës. Është fast foodi i parë i peshkut që operon në këtë qytet. Edhe shpresoj që të gjithë të kenë ngelur të kënaqur siç ka ngelur më para në kompaninë time. Do kemi sanduiç me salmon, do kemi sanduiç me fileto peshku të freskët, sanduiç me oktapod, friturat, me çmime shumë të mira për komunitetin, gjëra të shpejta, përveç se makarona dhe risotto që nuk mundet t'i kemi për këtë herë. Po gjithsesi, do t'i kemi tek Salvadore 1 të gjitha siç e kemi patë menun e parë. Këtu ishte shumë i nevojshme një biznes i tillë në qytetin e Vlorës. Besoj se i ka munguar shumë edhe shpresoj se komuniteti do ngelet shumë i kënaqur në sajtë të punës time dhe përkushtimit tim në këtë qytet. Kontribuoj. Klientët duhet vinë këtu apo do të ofroni të shërbim taksi? Për momentin nuk kam po në të ardhmen do kem shërbim taksi më pas nga shtatori e tutje, po mund të porosisin me telefon më pas e të gjitha. Tu shërbejmë edhe me vetet, mund të shitet edhe peshk dhe të merret i gatuar me të një sistem. Gatimi do t'jetë falas për të gjithë klientët. Edhe në çdo kohë do kenë edhe shërbimin e marrjes me vete tek Salvadore 2. Shpresoj që të gjithë të ngelen të kënaqur, do jap maksimumin tim që komuniteti i Vlorës dhe të gjithë klientët të ngelen të kënaqur me gjërat më të mira që mund të ketë deti unë t'i afroj unë. Me pozicionin e tij strategjik pranë Lungovares dhe një koncept të rishërbimi, Salvadore 2 synon të kthehet në një destinacion për të gjithë dashamirësit e produkteve të detit, duke pasuruar më tej ofertën turistike dhe kulinare të qytetit të Vlorës.